O hoxh, pse u kryqëzua Isai alayhis salam? Isai alayhis salam nuk është kryqëzuar, Isai alayhis salam nuk është vrarë, ai është i gjallë. Allahu i lartësuar e ka ngritur tek ai. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." Ata nuk e kanë vrarë, nuk e kanë kryqëzuar, por ashtu u është dukur. Ndërsa në ajetin tjetër Zoti i gjithësisë thot: "Bel rafa'ahu Allahu ilayh." Allahu e ngriti atë tek ai. Isai alayhis salam, i dërguari i Zotit, robi i Zotit gjithësisë, nuk është vrarë, ai është i gjallë, do të zbresë në kohën e fundit. Kështu na tregon Muhamedi alayhis salam në hadithe. Pra Isai alayhis salam do të zbresë në kohën e fundit, ai është i gjallë, është njëri ndër të dërguarit më të zgjedhur të Allahut lartësuar, ka përgëzuar për ardhjen e Muhamedit alayhis salam. Prandaj ne si musliman i besojmë të gjithë profetët e Zotit, ndërta edhe Jezusi Isai alayhis salam, por i besojmë ata si rob të Zotit gjithësisë dhe si të dërguar.